këtu ndodh shpesh, në fakt, që nga të dyja krahët të më referohen mua dhe lëvizjes bashkë si marksistë, leninistë, Gjergjinski, Lenini, Stalini e më thetë thash, dua t'ju them dhe t'ju qartësoj që ata të rinj dhe ato të reja që protestojnë atë shesh, nuk e njohin Marksin. Ata të rinj dhe ato të reja që kurse kanë hapur syt në maternitet, kanë parë Sali Berishën, që kurse kanë filluar të flasin dhe të hecin, kanë parë në pushtet e Diramën. Prandaj, lereni Marksin dhe Leninin. Ata të rinj dhe ato të reja nuk e njohin dhe nuk protestojnë as për Marksin, as për Engelsin, as për Nietzschen dhe as për Feuerbach. Ata të rinj dhe të reja protestojnë kundër jush, kundër dëmit që i keni bërë këtij vendi, kundër shkatrimit, kundër paktit tuaj me oligarkët, që i lindët ju dhe i shqenjë këta tani. Prandaj dilni dhe jepuni llogari, dhe ju mund të vazhdoni pafundësisht me batuta të dala boje. Unë kam lindur pas i vdiqen veri, dhe unë s'dua t'ja di fare për atë kohë. Unë dua t'ja di për këtë kohë, çfarë jeni duke i bërë popullit shqiptar sot, të gjithë ju, për 35 vjet, që duhet mbani përgjegjësi dhe keni dhe fytyrë të na drejtoheni ne.